Puna e saj filloi para 2 vitesh, jo në një lokal, por në shtëpinë e saj të ngrohtë ku gjeti qetësinë shpirtërore. Kështu, nga një çantë që e punoi si provë, filloi të bënte edhe të dytën dhe të tretën pas kërkesës së klientëve. Nita, një vajzë e re nga qyteti i bukur i Pejës, po punon këto çanta kaq unike dhe në anën tjetër po e themelon ngadalë biznesin e saj të ëndrave. Këtë biznes e kom nis që një 2 vjeç ashtu diçka, e kom nis veç për qef, paka shumë pi shoqnis, tu e po dikun që po pëlqejnë këto çanta, është diçka ma unike, ma e bukur, edhe e kom vazhdu këtashe 2 vjet. Me profesion është rrobaqepse dhe kështu në të ardhmen një kombinim mes rrobaqepjes dhe punës me çanta patjetër që do ta bëj. Unë normal edhe kjepi fistona, jam rrobaqepse, po e kom pas qef edhe qët on tjetër me përshtat bashkë me fustona, me bo si 2 lloj produkte. Padyshim, edhe të punosh është një sfidë në vetvete. Punimi është goxha i vështirë, se duhet këtë ka dole, ka një me i bo. Të merë bajagi ku edhe këtë në varet për modelit, në varet këtë për ruzave. Për shembull, ka në një që e krymë për 2-3 dit, në një të merë me javë ku se desa të realizohet, desa të bëhet materiali mrena, të qitet mu dok ma bukur, ose të na edhe derisa t'i porositi, t'i bin. E kom pak problem, se ka njerë nuk pëgjoj që ato që po më duhet, po apet jo mënu me ja dole dhe sa dhe që ku në vështirë e bëj me qef. Por sa kërkohen këto çanta në treg? Kjo kuqja është ma e veçantë, se ka vetat të vegën kështu. Merë pak ku, se është me kristale dhe janë ruzat ma të vështira pak, janë pak ma të zërshme. Më varet këtë sa ki ko me punu, po nështë një javë që ashtu, dhe i sa të kryet komplet, edhe dhe i sa të i vendoset materiali mrena, po merë ku. Se cile e ka ato veçantin e vetë. Për shembull ajo me rëmullak, ajo ma shumë të ka marrë ku se kënë shumë ruzat shumë ma të vogla, dhe që ato s'dia ko me gjetë mu dikun tjetër si materiali se për një me shumë zërë kun. Po kur jemi të çmimet, nga sa deri në sa euro mund të kushtoj një çantë e tillë? Ka interesim bajegi, po shumicës, kër ju tregoj për shembull për çmimin e çantës, thojnë adin, wow, pse këtë çmim, as bën diçka ma lirë, ju do këtë shumë ashtu shtrejt. Une e këqyrë për shembull një çmim tamam sa e meriton që ajo, nështë edhe jo sa e meriton ajo, se për cilë edhe shumë jashtë që ka tjera që bojnë. Për shembull, të cekim qëto me vega që jam, për shembull që kjo e kuqa dhe në gjyrë gold, shkon jashtë dikon për 100. E unë për shembull e bëj ma pak, tamam sa mendoj që është e arsyeshme, kur t'ju tham thojnë jo bre, shumë adin. Unë e mendoj atë sen shumica e qikave shpenzojnë shumë parë në make-up, pentesha, diçka që harxhohet. Kjo është një diçka që atë mit, e ki për tana heret. Kom thonë po, unë e kom e bo, kom arrit, kom e bo qëto, du me anis me bo dhe që e kom njëse kom bo, se me pas leon hajt adin me një gut tjerë, që më kanë thonë, jo, s'kan me të shit, s'ka me t'i ble kërkosh, valla jetu i bo badi havan. Kom thonë jo, unë du me anisë edhe u kry. Edhe që kujem sa prej 20 deri në 50. Kur është fjala për punën e dorës, Nita ka nënën e saj si krah të djathtë. Muj me thonë, komplet, do me thonë punimi çantave është pundore e nanës. Unë e kam veç idejen, edhe me nisë, me startu, me thonë përbojmë që shto, edhe nani një mënë të në kohën, se une edhe që jam në punë nuk po më del kohë me përfundu komplet një çantë vetë. Po ma shumë, këmë thonë, ma shumë është punë e nanit që më një mënë të në kohën. Po une ka një aty këtu e këmë bu në fillim, adin se kisha qef desa e këmë su, se këmë hek desa e këmë su, ja këmë ardurën qësh me punu, qësh me bue, e të në kohën atin e këqyri qësh me bu model 3. Po, apet, mirë. Puna në ambientin e shtëpis, padyshim që ka 2 anët të medaljes. Është pak e vështirë, sidomos kur ki fëmijë të vogël në shtëpi, që ka qef me ardhë dhe 12 këqyrë, unë e kam vëllaun atë ma të vogël edhe ton kohën kur t'jen atu
bo qështu që i përhapi tash zisa modele truzave kështu, a bën edhe une, ata marrë edhe une qysh me bo, nale qëta, që a mi mu që të ruza, din, e shkën të mu të usilk, nej, po apet është knaqësi. E gjithë kjo histori frymëzuese po e përmbyllim me emrin e veçantë të biznesit e saj të vogël dhe kuptimin e fjalës Aloha. Aloha është një rastësi e krejt inicialeve të familjarve. Që me pas menu, unë nuk e kisha formulu që ka që mirë. Kom menu që shme bo një brand dhe e kom pas si loj emni zdi, ton kone ashtu të menë, thesha diçka, po du qa se kom një kërkun heq. Se u bo bazike emni jatë shamull, edhe të e menua din, hajt, okej, veç Aloha, okej, në rregull. Edhe mas një kohë, një familjare që i ka hollës, ma bën tha, qëtu tha, emnin tha, e ki bu tha, në iniciale adin familjarve që me, ta dy të e menu, thash, ju se pas na menu. Edhe kërëm hitu e ledzu, të e këqyrë kështu, këmë thonë, adin, interesant, do më thonë edhe me të kuptimi maj mirë.